Lëndrimi nuk ja tha si mendim. Ja tha si akt akuz. Jo me dyshim, por me siguri. Jo për të hapur debat, por për të mbyllur çështjen në mendjen e tij dhe për ta vulosur para të tjerëve. Ti je fake, i tha Albës, drejtë në sy, çdo gjë që bën ti është fake. Fjala ra rënd. Jo sepse ishte e re, por sepse u tha me atë ton që nuk lë hapësirë për mbrojtje. Me atë siguri që të bën të ndihesh sikur gjithçka që ke ndërtuar është një gënjeshtër e zbuluar. Edhe ajo që bëre mbrëm me Limin, vazhdoi ai, është e rreme. Ju të dy e keni rënë. Çdo gjë. Në atë moment nuk po sulmohej vetëm një situatë. Po sulmohej identiteti i Albës. Po i hiqej e drejta për të pasur ndjenja reale, reagime spontane, dobësi njerëzore. Sepse kur i thua dikujt je fake, nuk po kritikon një veprim. Po mohon ekzistencën e tij emocionale. Alba e dëgjoi. Nuk reagoi menjëherë. Sepse ka momente kur njeriu nuk hesht nga frika, por nga tronditja. Kur kupton që gjithçka që ka përjetuar po kthehet në skenar nga dikush tjetër, për lëndrimin, Alba nuk ishte njeri. Ishte projekt. Ishte rol. Ishte strategji. Çdo lot ishte kalkulim. Çdo afrim ishte plan. Çdo ndarje ishte taktik. Dhe kjo ishte mënyra më e lehtë për të mos e parë atë si grua, por si lojtare. Ti e di shumë mirë çfarë po bën, vazhdonte ai. Kamera. Publiku, momenti. Ti i llogarit të gjitha. Por çfarë nuk shite lëndrimi ishte se Alba nuk po luante për të fituar. Ajo po mbjetonte emocionalisht në një ambient ku çdo ndjenjë peshohet, ku çdo afrim analizohet, ku çdo dobësi përdoret kundër teje. Mbrëmja me Limin nuk ishte shfaqje. Nuk ishte plan. Ishte një çarje në mbrojtje. Ishte një moment ku Alba uli armët. Dhe pikërisht për këtë u bë dyshim. Sepse në një shtëpi ku të gjithë janë të kujdesshëm, sinqeriteti duket si gabim, lëndrimi e pa të afrim dhe nuk pa ndjenjë. Pa sken. Pa marrëveshje. Pa një histori të rënë më parë. Sepse për disa njerëz është e pamundur të besojnë se dikush mund të ndjejë realisht para kamerave. Ata besojnë vetëm te strategjia, sepse vetë aty jetojnë, të gjithë e kuptojnë, tha ai. Nuk është vetëm mendimi im. Dhe kjo është arma më e fortë, të flasësh në emër të gjithëve. Ta bësh dikë të ndihet i vetëm në të vërtetën e vet ta shtysh të dyshoj edhe në ndjenjat që i kanë ndjer me trup, por Alba nuk ishte aty për të bindur lëndrimin. Ajo ishte aty për të mos humbur veten. Sepse është një gjë të kritikojnë dhe tjetër gjë të zhveshin nga autenticiteti. Ti thuash një gruaje që çdo gjë që bën është e rreme është forma më e rafinuar e dhunës emocionale. Sepse nuk i lë asnjë hapësirë për të qenë e vërtetë. Çdo reagim i saj, që nga ai moment interpretohet si provë e fajit, nëse flet, po luan, nëse hesht, po luan, nëse qan, po luan, nëse buzëqesh, po luan, dhe kështu, akuzuesi del gjithmonë fitues, por e vërteta është më e ndërlikuar se kaq. Alba nuk është perfekte. Mund të gaboj. Mund të ngatërohet. Mund të mos i kuptoj as vetë ndjenjat e saj. Por kjo nuk e bën fake. E bën njeri dhe mbrëmja me Limin nuk ka nevojë për mbrojtje publike që të ketë qenë reale. Sepse gjërat e vërteta nuk bëjnë zhurmë. Ato ndodhin edhe kur askush nuk i beson. Në fund, pyetja nuk është nëse Alba është fake apo jo. Pyetja është, pse disa njerëz kanë nevojë ta quajnë çdo ndjenjë të tjetrit gënjeshtër. Vetëm sepse nuk e kontrollojnë dot, sepse ndoshta e vërteta që i trem më shumë nuk është loja e Albës. Por fakti që ajo, për një moment, guxoi të ishte reale në një vend ku realiteti është rrezik.